Se rrugë lidhë se në bën arti, kultura, butimet e libreve, edhe në tuti, ku e kjo rrugë, besoj që kjo rrugë e më të fuqishme, një rrugë ku i bën barë gjithë shqiptarë. Ku sot këtu edhe personi që e bën qendra kulture që e bën një person patrikat, ai ishte i gjithë përfshirshëm. Ai shkruajti poezi, ai pikturoi, ai ishte një filozof, ai ishte një sociolog. Me plot kuptimin e fjalës ishte i përmbushur në shqiptar, i përmbushur shqiptar. Ju i uroj një së ardhen, të nderuar shkrimtar, një se keni ardhur, dhe një në fillu, në tu t'jepën në randë se kushim. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, një mbrëma, është kënaqësi që sonte ndodhemi këtu, në këtë qendër kulturore. Kemi ardhur nga një cep i lirisë, pra kemi ardhur nga Ulqini, nga ana malit në Kraja, dhe kemi ardhur në një cep tjetër të lirisë, që në Mitrovicë, me cilën na bashkojnë shumë gjëra, na bashkojnë edhe brendat, edhe hallet, ato probleme me cilat sot ballafaqohet Mitrovica, shqiptarët në Malin e Zi, ndoshta kanë përjetuar shumë më herët, dhe unë shpresoj që Mitrovica pa dashur që të hyjnë politik, shpresoj që Mitrovica mos të ketë fatin që kanë pasur troje shqiptare në Malin e Zi. Po them është kënaqësi që ndodhemi sonte këtu në këtë takim letrar, i cili për mua nuk është vetëm një ngjarje kulturore, nuk është një aktivitet kulturor, një veprimtari kulturore, por i kalon kufit edhe caqet e një aktiviteti kulturor, sepse mendoj që ne nuk e njohim njëri tjetrin, edhe këto takime i shërbejnë njohjes më të mirë me njëri tjetrin, i shërbejnë asaj që për cilën edhe kjo godin ku ndodhemi, për cilën folim Kadri Kadriu, është përpjekur, është munduar, i shërben pra
krijimit të hapësirës së përbashkët kulturore, arsimore, shqiptare, gjithë shqiptare. Prandaj edhe këtë takim e kemi titulluar Takim letrar barkombëtar. Unë dua për këtë takim zhvillohet në Mitrovicën e Isa Poletinit, në Mitrovicën e shumë heronjve shqiptar të cilët kanë dhënë jetën gjatë historisë apo edhe në luftën e fundit, në Mitrovicën e Latif Berishës, Kadri Kadriut edhe shumë intelektualve të tjerë. Prandaj, këtë takim për ne ka një rëndësi edhe më të madhe. Unë dua të falenderoj organizatorin zyrtar të këtij takimi, që është pra Qendra Kulturore Kadri Kadriu. Dua të falenderoj zotëri Skënder Sadikun, i cili është bërë iniciator për këtë takim. Dhe dua të falenderoj një njeri i cili nuk ndodhet këndvej, ndodhet andaj nga ju, që është zotëri Saubi Mehmeti, i cili është në postin e kryetarit të Lidhjes Demokratike në Malkëzi, por unë nuk dua të falenderoj si një personalitet politik, por ata që e njohin, Haki Shyti edhe të tjerët, shokët e tij, të cilën kanë bashkëpunuar, është në radhë të parë është një dashamir, edhe adhurues i kulturës, është një ish student ose student i Mitrovicës, edhe i cili nuk i ka shkëputur kurrë lidhje me Mitrovicën, por i ka mbajtur gjallë lidhjet edhe ka vazhduar, edhe tani vazhdon të ndërtojë ura të komunikimit kulturor ndërmjet nesh. Në cilësinë e kryetarit të shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club, për fat keq, ne shqiptarët në Malin e Zi nuk kemi institucione kulturore shqiptare, ne kemi institucione kulturore në nivel komunal, dhe shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club ndoshta luan rolin e një institucioni kulturor, shkencor, arsimor të shqiptarëve në Malin e Zi. Dhe kemi ardhur sot këtu me dy shkrimtarë, shkrimtarin Ali Gjëxhbritaj dhe shkrimtarin Hajredin Kovaçi, që janë antarë të shoqatës sonë, janë dy ndër antarët më aktiv dhe të cilët pjesën më të madhe të librave të tyre i kanë votuar me shoqatën e artistëve dhe intelektualëve Art Club. Këtu para nesh ndodhen një pjesë e librave të tyre, por sigurisht ata kanë shumë më tepër libra. Ata vinë nga dy zona, pra Ali Gjëxhbritaj vjen nga Kraja, kurse Hajredin Kovaçi vjen nga ana e Malit. Në parantezë dua të them që letërsia shqipe në Malin e Zi ka zhvilluar, ose autorët shqiptar, krijuesit shqiptar në Malin e Zi kanë zhvilluar një jetë të dyfisht, një jetë të dyzuar. Dua të them që pavarësisht se nga njëherë jemi të prirur të themi letërsia shqipe e Malit të Zi e tjerë, por letërsia shqipe që krijohet nga autorët shqiptar në Malin e Zi është pjesë përbërëse dhe pjesë e rëndësishme e letërsisë shqipe unike, pra ajo është një, edhe kur e thash më përpara që autorët shqiptar në Malin e Zi kanë zhvilluar një jetë të dyzuar, këtu kam parasysh faktin që një pjesë e këtyre autorëve, ndoshta pjesa më e rëndësishme ose më e njohur e tyre, pavarësisht që kanë lindur në trevat shqiptare sot në Malin e Zi, veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar jashtë këtyre trevave, kryesisht në Kosovë, edhe ne duhet jemi mirënjohës, jemi gjithmonë mirënjohës,
pavarësisht që unë studimet i kam kryer në Tiranë, edhe pata kënaqësinë që sonte pa dashur që ta personalizoj, por takova babajnë e një kolegu tim që keni bishe, me cilin me djalin e tij kemi studiuar bashkë në Tiranë, por pavarësisht kësaj, Kosova pra na ka dhënë shumë edhe ne duhet jemi bashkë gjithmonë Kosovës, ashtu siç edhe shqiptarët e Kosovës e kanë dashur edhe kanë qenë të lidhur gjithmonë me uqinin edhe me shqiptarët në Malin e Zi. Unë thjesht po përmendi vetëm disa emra, Esad Mekuli, krijuesi i disa institucioneve në Kosovë, kryetari i parë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Idris Ulaj, Recep Qosja, Mehmet Kraja, kryetari tashëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Basir Qapriqi, Indjer, cili ka ndruar jetë kryetari i PEN qendrës së Kosovës, për të krijuar një ide ose një pasqyrë se sa shumë i kanë dhënë shqiptarët në Malin e Zi letërsisë shqipe në përgjithësi, letërsisë shqipe në Kosovë, por edhe në përgjithësi. Dhe kemi një grup tjetër të autorësh ku bëjnë pjesë edhe Aligjet Britaj edhe Hajredin Kovaçi, të cilët kanë krijuar, ndoshta kanë pasur edhe kanë sakrifikuar, mund të themi në një farë mënyre, sepse duke qëndruar në vendin e vet, ndoshta nuk janë aq të njohur, pavarësisht krijimtarisë së tyre të begat, nuk janë aq të njohur sa ky grup i parë i autorësh që përmenda. Jeta e shkrimtarëve ka ndikim në krijimtarinë e tyre, por të disa ndoshta kjo është më theksuar, kurse të disa të tjerë është më pak e theksuar. Dhe të dy shkrimtarët të cilët po i prezantojmë ose po i paraqesim sonte para jush, jeta e tyre ka ndikuar shumë në krijimtarinë e tyre. Kur flasim për Aligjet Britaj, ai është i lidhur me Krajen, krijimtaria e tij nuk mund të imagjinohet ose nuk mund të paramendohet pa Krajen. Krajen e gjen kudo në krijimtarinë e tij, malli për Krajen. Edhe unë do të thoja që nuk mund ta njihni Krajen nëse nuk e lexoni Aligjet Britaj. Pa dashur që ta rres ose ta hiperbolizoj krijimtarinë e tij, por nuk mund ta njihni Krajen pa lexuar krijimtarinë e Aligjet Britaj. Sa i përket autorit ose poetit Hajredin Kovaçi, ai është i burgosur politik. Pra, është burgosur në vitin 1981 për shkak të pjesëmarrjes në demonstrata, edhe ndoshta kjo ka ndikuar, sepse e thash më përpara që jeta ndikon në krijimtarinë e autorit, edhe ndoshta kjo më së miri shihet në krijimtarinë e Hajredinit, sepse poezia e tij është poezi e revoltës, është një poezi e rezistencës, edhe ndoshta pikërisht kjo ngjarje ka ndikuar edhe në krijimtarinë e tij. Pra janë dy autorë për cilët pra do të flas, do të paraqes një vështrim kritik në vazhdim, do të paraqes edhe një vështrim kritik më të thellëuar, do të paraqes poeti Agim Desku, i cili e njeh shumë mirë krijimtarinë e të dy autorëve, por duhet të them ajo që i lidh ata është se ata shkruajnë letërsia atyre, krijimtaria atyre është një lloj kritike, dhe ata kritikojnë pra përmes artit të tyre, kritikojnë devijimet shoqërore, deformimet e ndryshme të cilat ndodhen në shoqërinë tonë, sidomos në shoqërinë shqiptare. Sa i përket poetit Hajredin Kovaçi, ai i ka qëndruar besnik poezisë,
Pra, ai ka 5 vëllime poetike, të cilat I shihni këto, mungon njëra, ecje pa mbarim, fundi është larg, zhdukja heshtur, vrasja e fjalës dhe vdekja e fjalës, më falni, dhe vrasja e frikës. Po ashtu ka të botuar edhe një përzgjedhje të përkthyer në gjuhën malazeze. Po ta përkthejmë në gjuhën shqipe është maska duhen të bien, maske mora e pas, ndërkohë që jemi duke punuar për një përzgjedhje në gjuhën shqipe, pra të cilën e kemi titulluar Ylli I poetit dhe I cila pritet që të dalë vitin e ardhshëm nga votimi. Kurse sa I përket Aligjit Britajt, ka lindur pra në Arbnesh, një kohë gjatë ka punuar mësues, pra gjithë jetën e tij ka punuar mësues deri në daljen e pension. Ai, siç e shihni, mund ta shihni edhe nga librat, nuk është marrë vetëm me krijimtarinë letrare, është marrë edhe me publicistik, ka edhe një monografi të cilën nuk po shoh atë, Arsimi Shqip ka ishte, Arsimi Shqip në Kraj, shkolla shqipe në Kraj, është marrë edhe me folklor, rite dasme në Kraj, ka botuar edhe disa libra të tjerë, pra nuk është vetëm poet, por sigurisht që ne jemi këto sonte në radhë parë për poezinë. Pra, janë dy krijues shumë të rëndësishëm që zanë një vend shumë të rëndësishëm në peizazhin poetik ose peizazhin letrar të shkrimtarëve në Malin e Zi. On kaq për fillim, ndoshta zgjata pak për të dhënë fjalën për një dështrim kritik poetit Agim Lezë. Falenderoj zotin Ismet Kallapa, që është një të pjesë një fundore I kulturës. Falenderoj Sabua Mehmetin, I cili ka qenë iniciator me sjell dy poetët me një rafërsisht jo. Në atjen ka pëjtëm një kape e potencovani nga krijimtaria popullore në Emiri. Edhe e thash Gjemalja Brinja kish pas një ran, një fshat tjetër, largë, po kur shkore dhe në lot, ja shef 5 kape, thët, Gjemalja e tranu e qa ki, që më tranu, po s'po ku me kon më nejtë. Edhe kur po m'vjen men për sabor, për alin, për ato, pe prositi ka një kape. Edhe kjo metaforë është ku me marë më afru njëri me tjetër, me një poetët, të cilët vërtet janë vazhdimësi e poetëve si që e ceki Pasri Qapiqi e shumë tjerve nga Ulqini. Mirë po, unë me këta jam miq dhe kam bërë dhe një recension për poetin Ali, kështu që më lejoni që të lexoj pak, është pak do të zgjatëm, po me mirë kuptimin e juaj. Ali Gjeç Britaj dhe Halidin Kovaçi, dy poet shqiptar nga Ulqini, do të përpiqem të nxjerrin tema kryesore, stilin, rolin kulturor dhe pikat e përbashkëta dhe dallimet mes tyre. Konteksti historik dhe kulturor. Të dy poetët janë pjesë e peizazhit letrar shqiptar në Mal të Zi, një komunitet me identitet të pasur kulturor dhe sfida historike. Ali Gjeç Britaj është shumë I lidhur me vendlindjen, krajen, si që tha dhe zoti Kallapa, Ulqini, peizazhi natyror, deti, kalaja, ullin, historia iliro-arbrore. Hayreddin Kovaçi shpreh në poezitë e tij shqetësime sociale, historike dhe ekzistenciale. Ai reagon ndaj gjendjes së shoqërisë dhe problemeve që prekin identitetin e komunitetit të tij. Poezia e Kovaçit është përkthyer edhe në gjuhë të tjera, për shembull në gjuhën malazeze, gjë që tregon dëshirën për dialog ndërkulturor. Tematika kryesore, Ali Gjeç Britaj, nuk është vetëm një poet lokal. Vazhdet e tij janë të rrënjosur në natyrë, det, ullin dhe histori, kalaja e Ulqinit, figurat mitologjike si mbretëreshat e Ut e tjerë. Ai ndërthur kujtesën personale dhe kolektive përmes figurave të vendlidhjes
ai vendos ura midis së kalurës dhe të tashmes. Një tjetër temë e rëndësishme është dimensioni i filialave shpirtërore, imazhe natyrore që nuk janë thjesht peizazhe, por metafora shpirtërore, deti, shpirti, vala, si kujtesa e tjerë. Ai ka një qartësi poetike dhe figuracion që nuk është teprues, por i ekuilibruar sipas kritereve, është origjinal dhe i pa kompromis. Në veprën e tij Nata me hen ka elementin misteri, një imunitet natyror që i jep poezisë dimension meditor. Hayreddin Kovaçi, poezia e Kovaçit është me revoltuar. Ai nuk heziton të kritikojë gjendjen sociale dhe historike, të shprehë revolta i padrejtësive. Ka një sensibilitet ekzistencial, vdekja fjalës, titulli vjen prej vëllimet e tij, flet për krizën e komunikimit, për fjalën që vdes, për fjalën që humbet kuptimi. Ka cikle poetike që janë reflektime shpirtërore, dashuria, nostalgjia dhe lidhja me vendin, ulqini, ona e malit, malsinë e tjerë. Kovaçi përdor ironinë si mjet estetik për të ironizuar fenomenet negative të shoqërisë. Ai nuk punon në një gjuhë agresive, por një gjuhë reflektive, shpeshherë të hidhur. Në një dimension i veçantë, ai është poet i mërgimit në kuptimin letrar, syri i tij ve ulqinin nga larg, me mall, me dhëmbje, me përgjegjësi historike. Recenzenti Selahattin Salihu e vlerëson këtë lloj dashurie të qiltër dhe kritik të normave sociale. Stili letrar dhe figuracioni, Ali Gjeshbritaj. Stili i tij është figurativ, natyror dhe meditimor, përdor peizazhe natyrore si metafora për ndjenja të thella. Ka dritë, hije, natyra e tij poetike nuk është romantike, naive, por e ndërthurur me historinë dhe mitologjinë lokale, forca, lartësia, kalaja, gjuha është e pastër, madje thjellët sipas kritikëve. Rryma kohore është e rëndësishme, ai lexohet si një poet që mediton ditët e kaluara, por është gjithmonë i vendishëm për të tashmërinë dhe për të nesën, për të tashmën dhe për të nesën. Hayreddin Kovaçi ka një stërkëmbim mes lirizmit dhe reflektimit sociologjik. Poezia e tij mund të jetë emocionalisht e pasur, por nuk është vetëm këngë, dashurie, është peizazh me mesazh. Ironia dhe metafora janë të pranishme, ai përdor figura letrare për të denoncuar padrejtësitë, por pa qenë demagog, poezia është thellësisht imune sipas recenzentëve. Struktura vëllimeve, vdekja fjalës ka 95 poezi dhe është ndarë në 3 cikle që tregon organizimin tematik dhe mendimin letrar të ordinuar. Ai ndërton një imazh të vendimjes, jo thjesht si peizazh, por si hapësirë shpirtërore dhe historike, ulqini, anamali, malësia e tjerë. Roli kulturor dhe ndikimi. Ali Gjeshbritaj është figurë e rëndësishme për letërsinë shqipe në Maltëzi. Gazmen Qitoku përshkruan si sinonim për kraje, do të thënë si identitet poetik i Gjeshbritaj është shumë i lidhur me vendimjen e tij. Poezia e tij kontribon në rujtjen e kulturës lokale. Përmes vogjet e tij, historia e ulqinit, ndërtesat historike, natyra e bretetit janë rikthyer dhe vlerësuar nga komuniteti letrar. Hayreddin Kovaçi është poet që shpreh zërin kritik brenda komunitetit, përmes poezisë ai mbart përgjegjësi morale dhe historike, duke ftuar lexuesin të reflektojë mbi gjendjen e vendit, largësinë, mërgimin dhe ekzistencën. Botimi i poezisë së tij në malazezisht përmbledhja Mosk Morajo është një akt ndërkulturor, ai bën midis
gjuhëve dhe komuniteteve, duke zgjeruar publikun e poezisë së tij. Shumë e bukur kjo. Përmes veprimtarisë së tij poetike, Kovaçi është pjesë e institucioneve letrare lokale si Art Klubi dhe ka një rol në promovimin e letërsisë në Shqipën e Maltëzi. Pikat e përbashkët dhe dallimet. E di pak për pak kohë. Të dytë janë poetë shqiptar nga Ulqini, ose me lidhje të forta me Ulqinin dhe kontribuojnë në letërsinë shqipe e Maltëzi. Ata janë të angazhuar poetikisht me identitetin lokal, natyra, historia, vendlindja janë temat kyçe. Të dy përdorin poezi si mjet reflektimi, jo vetëm si mjet estetik, por me synimin edukativ dhe kulturor, jo thjesht për bukuri, por për mesazh. Janë pjesë e komunitetit letrar të Art Klubit, manifestimi letrar dhe luajnë një rol aktiv në ndërtimin e kulturës shqiptare në Maltëzi. Dallimet. Stili. Gjegjpritja është me liriko-mediativ, natyror dhe figurativ. Kovaçi është rebelius, kritik, shpeshherë ironik dhe reflektiv me dimension social. Tematika. Gjegjpritaj përqendrohet me tepër te peizazhi, historia, identiteti lokal si përkushtim, Kovaçi me tepër se te kritika shoqërore, dhëmbja e largësisë dhe vdekja e fjalës si simbol i krizës së komunikimit. Shumë e bukur kjo. Synimi letrar. Gjegjpritaj duket se synon rujtjen dhe celebrimin e traditës dhe natyrës së Ulqinit. Kovaçi synon të ngrej ndërgjegje, të provokoj dhe të sfidoj status quo letrare dhe shoqërore. Publiku. Poezia Gjegjpritaj është e përkushtuar përgjithësisht tek lexuesi shqiptar dhe tek komuniteti lokal. Poezia e Kovaçit ka një dimension ndërkulturor me të madh përkthime mesazh universal i kritikës. Të dy poetët janë më rëndësi për kulturën shqiptare në Maltëzi. Sjellin zëra komplementar, Gjegjpritaj me paqen, bukurinë dhe historinë, Kovaçi me revoltën, reflektimin dhe vizionin kritik. Gjegjpritaj ndihmon në rujtjen e identitetit lokal dhe natyror, duke u bërë Ulqinin dhe fshatat përreth një burim poetik. Kovaçi kontribon në zhvillimin e një poezie qytetare, shoqërore dhe angazhuese që nuk ignoron realitetin dhe sfidat. Kombinimi i krijimtarisë së tyre është i pasur. Lexuesi mund të gjejë në të dy poetët aspektet të thella të mallit, përkatësisë, përgjegjësisë dhe shpresës. Nëse do, mund të bëjmë faleminderit shumë. Fjallën e parë tani poeti Edi Gjegjpritaj. Me mbrama, faleminderit për më të nderuar, faleminderit Kosovë që na keni dhënë dritën e syve, arsim. Ne, kur mos dishte Kosovë, unë jam brezi i vjetër, nuk e dhja nga ndonjë moshatar të për i kam kaluar të 7 vita, faleminderit mirë da që ndroj. Po, sikur mos ishte Kosova dhe shkolla shqipe që na edukojnë, mësojnë, na emancipojnë, ne nuk do ishe jo unë, për gjithë ne që jemi jashtë në metrojëve të Kosovë. Me Kosovën, unë dhe personalisht jam edhe i lidhur, edhe familjarisht, ma shumë se gjysmën e familjes jetojnë në Kosovë. E vajtë, e vajtë, lavët të të. Vezi të tërë, unë po thak këto, mos me zgjatë, është biografinë tonë, kam qenë mësus 44 vjetë, në krajnë në shkollë fillore që në në Gjergj Kastrioti Skënderbeu,
ku atëherë kraja ishte populluar me një popullat sa shumë komunat të tjera në verit e malit të Diellës, që atëherë të mbi 5.000 banorë, sa për ta keq ato vende po shpopullohen dita ditës. Edhe unë atje kam jetuar 70 vjetë, 2 vjetë vetë punë dhe një më ngashtë dhe bogën dhe kraja. Jo që jam nuk shkoj, po s'ku jetu ka njëri u vetë. Agimi me fjallën ti, në dritë i lartë, unë kam një shkruaj që normalisht, jam normalisht e zërë shmashët me shkop, kam botuar kohë pas kohën e revistat e kohës, si i ri, po udhëzimin e kam marrë që të nërtë ma vonë, shumë ma vonë, bile para me 20 vjetë të kështu. Libri pari im është Motet, një këllito, që e kam botuar që e recenzent s'kam pasë edhe Redini, e ma vonë ka nartë të tjera që shtu me radhë, nata me kënë, e kështu jam një 5-7 me poezi, 2-3 monografi, do përmbedha tjera të ku një 16 sot me votime dise. Shtem, masi që Kosova nga ka rritë, unë dhe recitoj 2-3 vjersha, që i kushtohet Kosovës. Në Rogovë, unë shkruaj për qetit. Të mbjenë kërëmëzimi dhe shkruaj për qetit e. Ishim në një takim a Erdin Kovacin në atë manifestimin dërsh kufitar, Kosovë, që organizon kjo shoqata të ukë. Dhe aty, në Rogovë. Aty në Rogovë, në lartësi, kur qilin e preka me dorë, e djetat qelësin e humbur të poetit. Aty në lartësi, në mullidin e ujt, hapa portën e zemrës e blova dritin e Kosovës. Në Rogovë, në lartësi, shoha ete me ujët e kristal, me qelësin e humbur, i qela dyrët e botës. Kjo është një botem që libri boton 2014, më ta një botjet, e Fatil Kraj, e kam pas atëherë në djerin dramaturgën, e ka thënë në recensionin e vetë që ata që nuk din kanë ardhur, nuk din edhe ku do të shkojnë. Nga kjo është një thënie biblike e Biblës dhe një hadith kuranor. Pastaj, vjen kjo libra 2-3, kjo botë mashtrimi, që dhe në fond, i të thani kështu, që i kam zjellë disa këto me lexuar para josh, nëse nuk i lejohet. I thëm nga ko, mora prapë për Kosovën, nëse 38. Kosovë, nën e dytë e inja, me përkundën e djepin e kohës, nëna gjuhës, të zërin e rriten. Kosovë, gure pashterë, me shove etin me ullburin. Kosovë, djepi gjuhës imi, sa shumë forcë patën e vete, me falin gjithë shka nga jeta jote, zemën me naktar ma ngushe, me bëre mal me hatën e botës. Sa madhe puna jote Kosovë, durim madhe, zemër gjërë, as gjë për vete, shumë miqë bëre, sot në ditën e bekuar, nuk dirdi jo. Dhemje nuk kam, asren, tim jo se jo, thurë vetëm lardi zanë marë. Falimderit Kosovë, me mbajtën e zemër, falimderit zonjë madhe, me dhe emër, falimderit durim madhja jonë, me bërë qytetarë të kësaj bote, zemër hapura, besnikja i në Kosovë, me mbushi me forcë buka jote. Pasi që nga rastin rast, se poezinë nuk ullëm me shkrupës, vjenë si frëmzim dhe qasin e shënoj 2-3 fjatë, pas të e gërështesh të nëshëm, nuk di mu me shkrupës. Po ashtu plagë, do të hetoni, plagë që flasin në shgjakurit Kosovë, sa shumë qava di, zeri,
mund në për gjakë në raqak. Kosovë, shpirti i madh duron, ka vend prekenani, sa shumë gjatë dhe atë vit në raqak. Kovë dardane, ku fejt se ndajnë me gjirin tënë. Janë ushqyrë zanat orat e madhe, e zemrat e flimat, Kosovë, munden për qedjen e përgjumur të botës njëzore. Duria hapi krahet, përqafoj dheun, përqafoj dheun të në Kosovë, në 15 pare 2022 në shumë. Edhe një në fund, kohët e mija, kjo ka të bëjmë me vendindjen time, agimi tha që shkriptari vendindjes, dhe te duhet ta vërtetoj. Mbi 2500 vjet jam lutur pranë këtyre nurëve. Me duar larg ka qielli e trupin fleskuar me ujë. Me shijen e kohës kam gatuar buk 2500 vjeçë. Mbi 25 shekuj janë dehur me verë nga breshtat e shasit. Mbi 25 shekuj kam kuvenduar me mbretreshen të unë. Frymarrja e urve sot me rikujtojnë djepin ku na përkunden nëna. Rozafa na ushqen me qumsh nga guret kalat, me sy shikoj për herë, e me sy shikon për herë rritjen tonë. Sot, në duart e mia mbaj qytetin e Teutës, e syt i kam drejtuar Karazan. Një gjë e di më mirë se çdo kush. Këtu profetët kanë folur vetëm shqips. Kohët e mia janë Islam, Djeshke, Sukali e Rumia. Ju falenderit. Unë nuk kam artës, du me folë ma tepër. Shumë libra që bira shpet. Një këtë nuk e akuj, s'kam vesh një këte, edhe se është një botim që e ka botuar enti për mjetët edhe më tjetë si morët Kodoricës, që boton për çdo vjetë nga një është të më uvuar në Tiranë 2000, nuk ka artës. Dhe është një përmledhje për libra për që e ka bërë Dimitro Popovici me recenzent, të ndjerin Skender Temalin dhe profesorin të anate Gzimpuk. Kam vetëm këte se tjera të kam marrë genti i shpëndanë në dështova Shabani Shetën në përdi. Këta të tjera, në përdi tash Skender o kush është i lojnë ju shpëndani kur të dojë, po agimin kam obligimi edhe një këte se ka pas. Nuk e di tash tjetër, sepse edhe që ti kohë, nuk e ti as këte. Shkruma marrë vëlloj. Ta nuk të cejnë, të tjera, urnoni, i gëzohti. Shumë rove krasit me plajnët e vlajt që ka dhanë këllin qia. Falenderit. Falenderoj pra autorin Aligjës Britani, tani fjalën e ka poeti Ervin Kullani. Me mirë gjithë, i falenderit për pjesëmarrje, që keni da kohën në ardhë edhe me u njoftu ma përsakërmi, sepse ne jemi shumë afër, por pak e njohin njëri. Unë për vetën time nuk preferoj të flasë, nuk kam qef me livdu vetën, atë punë ka ba imi, ma shumë që duhet, po të thënë, poeti është ai që shkruan poezi, dhe poezia kalon të lexuesi, e ai është lexuesi më i mirë për mua. Biografia ime nuk ka rëndësi, por poezia. Poezia diku i pëlqen, diku jo. Diku i pëlqen një poezi, diku tjetër. Përgjithësi, dalin se janë të gjitha poezit të e mira. Se unë në një libër që kam pas recenzent dhe redaktor, kam pas Ali Bodrimin dhe të ndjerën Vasil Çapliqi. Edhe i thamë, ma përzgjidh një poezi për me vunë kopertinën e fundit. Aliu Bodrimja ka përzgjidh një poezi,
Basi Shaprishi një poezi tjetër, edhe një tjetër Hashi Shabani, të Joqinit, një poezi tjetër. Pra, 3 poezi ndryshme. Duan është diçka që bëhet se kush e kupton poezinë. Unë kam filluar unë të shkruaj herët, por relativisht vonë kam botuar. Libri Sifari Smeti, libri 6, edhe tjetri për medalë shpejt të shtypit. Dashnin në beri, në jug dashni, në lindje në premtim këjt Kosova është dashni. Ngrejmë ura, ndërtojmë shkolla, se Kosova ka ura, edhe djemë së ura. Një segment vogël e përmendi Ismeti kur faktikisht i burgosur politik. Vërtet 2 vjet nga trivu prej liris, kur isha student, në vitin 1982, edhe atëhera ma boshatisen ma shtëpin time në Dragin, por njëkohësisht do banesen në Prishtinë. Pra, mu më arrestu në Prishtinë, por edhe në Dragin atje në qenë e boshatisen shtëpinë. Edhe me morën shumë libra. 2 fas plot me libra. Libra të ndaluar, të cilët kanë qenë përbotuar në shtëpinë kurtuse në Frashëri në Tiranë. E për çudi, për ironit të fatit, të gjitha ato libra i gjej në burgun e Spuzhës në afër Podgoricës. Atje në Manëzin, në Spuzhë kam bujt deri. Pra, të gjitha ato libra që mi kanë marrë mu, edhe ma tjerët që mi kanë konfiskuar në shtëpi, i gjej në biblioteken e burgut. Si veprat e Kalares, Recep Qosjes, Nazmi Rahmanit, të gjitha romane. Pra burgu i kishte ato libra mu mi marrin në shtëpi. Edhe për atë unë e kam shkruar një poezi të shkurtër, librat e ndaluar. U desh mua të me burgosin që ju në shpëret të djegin e në nëdhe të burgosin. Sigur mua që më morën lirin, ju u be hi dhe ushtin në erësirë, libra të ndaluar. Unë veç 2 vjet dhe dola për i pere, ju kur masë të ashini ditën e tjetë. Atëherë, në atë kohë, kur je kam rëstu unë, të gjithë intelektual, anamalës, pothuajse, që kanë pas libra me përshtypia, janë detyru me i djegë ose me i shtinë dhe. Kështë shumë e vërtetë. E ka shumë njerëz që ala sot i kanë dikun dhe, por nuk din se kur tamam i kanë shti. Me gropos shumë, por se edhe djegi ka, që shmakit i kanë djegi. Tashti unë kam kene ndër të parët, po thuajse që e kam shkruar një poezi për Tivarin, për masakrën e Tivarit. Ju e dini se masakrën e Tivarit e kam shkruar dikon 2010 një poezi që e kam titulluar Masakra e Tivarit. Ne për ju mbajtëm jo 1 minutë, por 80 vjet heshtë. Një tuf me lule për ju, ku ta vendos se di, në Tivarin e tjetër, apo në Tivarin e di. Këmbët ku t'i ve, bivare se ci dot, ku janë të gjallët që su kujtuan berisat. Sa herë që shkoj të monopolin në Tivar, më duket se notojmë në biqat risat e barë. Ah, sa keq që thonë se pushkën e parë në bitak, e shkreti një shqiptar. 4.000 lumile do t'i vendosi aty ku gjaku shkon të sinon. As kush të bëri dhe risot, ndaj por bejon.
Magna krimen në pivar, vareza me madhe të shqiptarë. Varezat e mëdha maten me pivar. Si su kujtua kush, as dje, as sot, do ndrej një lapidar. Edhe një fare të shkurtër, prap me lidhje me masakrën e Tibarit, por që titullohet Deti i Barë. Ju keni dëgjuar se deti mund të jetë i kaltër, mund të jetë i kuq, mund të jetë vejzi, jasësi bëhet deti i Barë. Sa do dëborë që të bie, detin se zbardhon dot. Çdo gjë u bë barë nga dëbora që rason. Veç një herë deti u bë i barë nga plisat e burrave kosovarë. Edhe për fund, një poezi e ke gabim. Kur je i ri, atë që jasë të vënd, se të të plakësh kur se më ndonë, dhe kur je i lumtur e më ndonë se asë jasë të mungon, e ke gabim. Një punë që s'mund të vesh, e më ndonë se të vënë në skush, e ke gabim. Kur për një punë e 10 pare, e mundohesh të lash mund me shur, kur dikush të gjuan me buk e ti ja kthen me ur, e ke gabim. Kur do të hujin ma shumë se vetin, kur u beson të tjereve në atë që ka thonë, e mba të shpinë e kret tjetër punojnë, e ke gabim. Nëse më ndonë se po të sillet bota, ne do të rrim me kam për vjetë, se çdo gjë që lindë nuk do të vdes, e ke gabim, kur me ndonë se ashtë ma mirë të shesësh se sa të vlesh, se gjithë qka që ka dikush duhet edhe ti ta kesh, e ke gabim. Kur me dorën tënde kërkon në vdekjen, se ti nuk e ti në qorë gëllim, me këto punë merret dikush tjetër. Kur me ndonë se jeme i bukur i botës, e femnat për ty thonë se ja ven vetës me sy. Kur me ndonë se kur zgabon, kur në mullit e tjetër kujt u i qënë, kur flet para se me ndonë, e ke gabim. E ke gabim kur me ndonë se njeriu ka dyje, se njerën duhet dhenë për atë vetëve. Kur flet as kush të dëgjon, kur e ke me zorë e ndihmë nuk kërkon, kur brengat e tjerëve si mërë si tuat, kur nga valli mundohesh të fshish rrudhat, e ke gabim. Kur për një punë tua kam kur e s'ke për ta kryer gut, kur lumit mundohesh të i vesh prit, je djale të behesh qik, e ke gabim kur kërkon të hash me 2 luk e të ulesh në 2 karika, kur fotografit tua i gjesin në mur, e mendon se gjithë shka është veç politika, e ke gabim kur mendon se je i përjetshëm si kryetar, se ka dhe njerëz të tjerë. Edhe ti që ushtanve kur i ndëgjove këtë fjalë, dihet se edhe për ty vlen. E ke gabim kur pret gjithçka të bjerë nga qielli, kur nga perëndon pret të lind dielli, kur gjuhën e sja qillon e për herë të dytë prap nuk provon, e ke gabim kur i jep një pare për të hyrë në valle e të duhen 10 për të dalë, kur të shajnë të poshtrojnë e të sot flet asnjë fjalë, e ke gabim kur huan që si e i lumtur, e mendon të vdesësh i ri, vetëm për të du kufon e bukur, e ke gabim kur për atësje vetë nuk vendos, kur mendon se për një qime s'do të behesh qeros, kur dëshiron të fusësh kokën nga kedal, se njeriu lind veç një herë. Të gjithë do të dëshironin të lindin prap, të lindin njerëz të tjerë. Ndërë poetin Edin Kovaçi, nëse dikush nga publiku ka ndonjë pyetje ose dëshiron që të pyesë diçka dy autorët, është i lirë që ta bëjë. Apo nëse dikush
sepse e di që edhe në mesin tuaj ka dhe krijues, nëse dikush don të ndajë me ne ndonjë varg, ndonjë poezi, është i lirë që ta bëjë. Poezi kam shkruar vetëm një libër, monolog me Isa Valentinit, ndërsa të për fëmija për fëmija. Nuk po du me zgjatë për stenja të shkurt. Se ndoshta publiku po mërzitet me isha në Romë. Në Romë ishte një lagje, një kodri Frasnit. Dhe aty ishin biznesmenat më të mëdhenj shqiptarë. Këmrel nga një javë, dhe vlerë me do kolegi, Adriati Këmrel e tjerë që vlerë. E më lindi ideja, shkujtë në vjesh, që ato po e recitoja, që pak ma shkurt, prej librit monolog me Isa Valentinit. Rënjë i lire. Në Frasnet e tova gjurmët e Eneut, hijen e Silvit, pamën e Britit, si në shëplak dore duke i Roma, si kur të gjoj urdhri i Romunit, gjaku i Remit, i forcejt të melet, vezëlloj freskia e lindjes, niset ka përëndimi, fuqia iliriane haproj me frymën e Trojes, ushtri harta etnike. Po ku mbeti Troja, lërzoj butrimi. Pse mbret e të lladën Dardani, Trajani, Ene Dardani, Trajani, Pira Azgani, Bardini, e të tjere. Pse u lodhë Piraja, pse u qatë Trajani, ku e lana Dhellë, pse u qmen Diokleciani. Unë ngritë qytetrimin në Evropë me kulturën Trojane, Iliro Dardani. Eci Evropa o këndel përëndimi me gjak e kulturë iliriane. Lirë në poshtë, që dhe është pasakëru, ku i nalë poezia në gjystë, se ka po të shirë të apëtoj libri, po armiku e nalë në gjystë. Shtëpia ime. Kuqa është shtëpia ime, trush i vatrës së ndezur, plak në natën e erët, që kanë në duart e fërkatërit, pishtar në dorë të trimit, pështjel në themelit e kasovave, dërmalet e shkrepa. Fole e Shqiponës dy krenarë, dhe kaltërci e yllit të cilësis, me lumin e kusht të gjakut, që shekuj në këmb i ka ngrit, në zemrën e tokës, dhe kratë e Shqiponës, djalin e rriti për bes, e nder, urtësi e mençuri, e trimëri në tokën e vetë. Besoj se për poezi as nuk ma pret as pak, por diçka ishte mirë. Ajo çka ishte mirë me kënaqësinë më të madhe e zot. Edhe shire. Sikura i burmani që zit gatuaj, por djela diti të ndalloj që da ishte mirë si ajo. Unë dua pak fjalë të them nga provoja ime. Nga provoja ime në Mitrovic. Mitrovica e shtëpia ime e dytë. Sepse besoni që kur jam larguar nga shtëpia, para se të filloja studimet, 18 vjeçar. 18 vjeçar në atë kohë, nuk e kishim atë kapacitetin e mjaftueshëm se çka mund të na pres gjatë rrugës që përjetoj. Por unë këtu kalita. Unë këtu mësova atë çka nuk e kisha. Dhe zemërgjërsia e familjeve, kolegëve në Mitrovic, mua sot më ka bërë, si e shkëmbi pa thyrë si graniti, që gjithmonë zemra dhe në mendja më rre në Kosovë, por në veçanti Mitrovic. Dhe faleminderit shumë familjeve, Tuja fillu për i lagjësime, kur kam pas 2 më lartë Skenden, Sadikun, edhe t'i silemi rreth e rrotull prej në Banjsk, e Zveçan,
në Çapër, në Gushac, rreth e rrotull e mos themin Ilirit, që tani kemi edhe një nuse, kemi marrë prej Ilirite, edhe ne të trashim miqësi Kosova dhe shqiptarët, kudo që janë, si pik rrëfimi e kanë Kosovën. Të paktën ne që kemi qenë në ato treva atje. Për fat keq, unë aksidentalisht merrem edhe me politikë. Por, duhet ju them edhe një mesazh. Ne shqiptarët kemi aq vlera sa që nuk ja dim as vetë vlerën vetes. Por, kur vje puna që duhet të bashkohemi për një ideal të përbashkët, për çështjen shqiptare, ne shqiptarët sharrojmë. Nuk ja bën nder as Kosovës, as Shqipërisë, as Shqiptarisë. Prandaj, një porosie imja me aq sa ka mundësi prej këtu, që të mbledhim të gjitha ato fuqit që kemi në mbrëndinë e shpirtit tonë të pastër, të minjanojmë inatët dhe të çojmë Kosovën aty ku meriton. Kosova meriton më shumë. Dhe kjo varet prej neve, prej juve që e kemi në dorë tani dhe mos ta lëshojmë këtë moment. Thonë se i shekulli i shqiptarëve. Unë e shoh shumë larg diku. Bas të asaj se çka veprojmë ne, e shoh diku shumë larg. Por çdo hap që na largohet, më vështirë ta kemi për ta kapur momentin. Prandaj edhe një herë vëllezërisht, se thonë që shkon gjuha ku dhe mëdhën. Fati jonë është i lidhur ngusht i neve shqiptarëve, në Mallzi sidomos, është ngusht me Kosovën. Prandaj varet çdo gjë, çka do të ndodhë nesër me Kosovën, pas nesër reflektohet në Malin e Zi. Pra, mund të ndodhë që të bijmë si them kurban për diçka të madhe. Dhe unë nuk do të qaj veten, po as familjen time, nëse ai kurban do ta shpërblej Kosovën. Duhet parendroj zotin e shtëpisë, duhet parendroj Skenden, Adem Zhitopotokun, Mikë Hershen, e mos flas për Hakishytin. I ka dhënë shumë kulturës në kohën më të vështirë, në Ulqin, ku ka arrit me sakrificë të ringjallë edhe njëherë një shoqi kulturo-artistike zgjini që ka ekzistuar qysh para viteve diku 78-79, nëse nuk gaboj. Hakishyti në kohën e pak para luftës e kanë ngritur edhe një herë në këmbë dhe jemi shumë i njohës në gjithë zona atje, dhe gjithkush e njeh kush është Hakio në Ulqin. Shumë shokë e miq që kemi pas, edhe unë gjithmonë po të mjetni hapësirë dhe keni durim edhe një javë mund të mbajnë. Por nuk është moment që me kënaqësi më të madhe kam ardhur këtu në këtë mes edhe sa herë që vin në Kosovë, pa u kthyer edhe një herë në Mitrovicë, edhe nganjëherë kur vin si hajdut. Duhet më shkput për shkak të obligimeve, por gjithsesi u falenderoj të gjithëve që jeni prezent, edhe një herë falenderoj gjithë Kosovës. Para se të përfundojmë dy libra. Këtë libër du me ju tregu historinë e saj. Në vitin 2012 ka qenë një aktivitet i klubit letrar Drejta Minatorit Mitrovicë. Edhe ka marrë me një poezi enkas me lezu. Mirë po kur jam shku, aty afër urës një lokal, i kom pi 2 rakia. Edhe kom shku tjetër poezi ura pa mua. E kom postu në rrjetet sociale, një poete prej Tiranës a vim ta më fshetën leshrat. Edhe i kom thonë ta kryetarës rrjetet gruas shqiptare do të ftoj pagimin në Vlorë mja promovu librin e këtë botu librin duhet pi versha me rije. Mirë po, unë e shkoj atje, por një lezuse qame, dhe to agim, pasha zote se ki qërë për patriarë. A ne,
merë me poezi lirike aty. Edhe kështu që kam fillu me poezi lirike dhe kam marrë pjesë një konkurs në Itali e kam fitu çmimin e parë me 2014. Dhe poetja e atij asociacioni më thot pastaj, a kem kam dëshirë me bo një libër italisht shqip. Dhe ta pranon për të gjithë respektin. Dhe kush ma ka përkthy shqip edhe italisht, poezitë e saj shqip, mijat italisht, vajza e Koljakovës, e shkrimtarit të cilës Tokajon, Kavo. Dhe me 24 shtator ka ardha ajo poetja me gjithë Valbona Jakovën edhe kemi promovu në teri. Prandaj këtë libër du me adhuru i djaloshit. Ndërsa këtë Ademit. Faleminderit për durimet, për respektin. Nuk ka veç me dhuru, po duhet me na i thonë 2-3 fjallë. Ajo muza jote poetike nuk rënë rahat. Edhe një se ja kom përç. Fati e deshti që prej peje na njekën në shtoj. Edhe shkoj në shtëpin, po, ka qenë një Bahreu Ruqi, ka qenë drejtor këtu, e unë e kom pas të zaka kam. Edhe kështu që më thot, kur vjen viti e muj, me të parin, tash të zaka, tash mu më du të më shku në kish, mu së rrugë, se në kish, tash s'kom pare me pagu 100 euro, 100 marka. Dhe jo unë ta gjej një, apo të në shpit markasnisi ta një bosnjopit, jo dhe të market, e më shku në shpit market, ndërko ka nërë familja e Qerkinit aty, ja kom qetë dhere, s'kishin ujë, edhe prej ati momenti jemi misë. Megjithatë e kam edhe një mit, Sadri Iveri, që 2 herë që vjetë një aktivitet gjurë me Dardone kemi shku në Berat. Nuk po të regaj për qmimin sferë, Faleminderit shumë, i përgëzoj edhe i uroj edhe dhëmin pej, nuk që në posi po me pas me qëshorë. Faleminderit. Ju falenderoj gjithëve për pranimin tuaj, shpresoj që nuk e kemi tepruar, nuk ju kemi mërzitur. Faleminderit që keni ardhur edhe përkundër kohës edhe përkundër motit pra, me shi. Edhe autorët kanë sjellë libra për gjithë besoj, edhe besoj që mund të merrni secili nga ju mund të merrni nga një libër dhurat nga autorët. Faleminderit shumë.